se i është dhënë një ministri, ndërkaq... Po, kjo e maj, që është ta kërkushën së di, tha ka i ka marrë ato informata, tha, orë bereze, tha, s'ka kush dhe të vërtet. Tha, na vazhdoj me qëndru në njëtat pozicione. Çfarë ishte ajo regjia? Ishte diçka me qumsh të bebeve? E ka marrë dikush beben me veti, apo çfarë? Në një dese që ashtu kjo, një fararejnë që ashtu u bo kjo. Paris Guri, deputeti me i ri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, e pas ka marrë kështu një, si të unë kësaj, e gjuajti. Nuk e pas ka marrë kë, pas ka qenë më herët. Mendova se të ketë kështu një... Të nderuara deputete, të nderuar deputet, të nderuar të pranishëm, konstatoj se në salë janë të pranishëm 119 deputet. Vazhdojmë pra me punimet e seancës konstitutive të legjislaturës 9 të Kuvendit të Republikës Kosovës, filluar me 15 prill 2025, vazhduar me 17, me 19, me 21 dhe me 25. Prill 2025. Mua nuk më takon ta imponoj votimin, por do t'ishte mirë të ketë mirë kuptim që ta zhbllokojmë këtë situatë, se vërtet qytetarët po presin që të krijohen institucionet e Kosovës, Republikës Kosovës. Procedojmë pra me pikën e 3 të rendit të ditës, zgjedhja e kryetarit të Kuvendit, të nderuar deputet, në vazhdimet e seancës konstitutive me 19 dhe 23 prill 2025, kandidatja për kryetare të Kuvendit, deputetja Albulena Haxhiu, e propozuar nga subjekti lëvizja vetëvendosje, nuk i mori votat e nevojshme, andaj të Kuvendit të Republikës Kosovës të kontribuoni zhbllokimit të kësaj situate, ashtu që të mund të kalojmë në faza të tjera dhe të zgjedhjes së nënkryetarëve të Republikës Kosovës. Faleminderit. Jo kujtoj sërish se për zgjedhjen e kryetarit ose sekretarës, këtë rast kryetarës së Kuvendit të Kosovës, duhet spaku t'jenë 61 vota për. Kandidatja pra për kryetare të Kuvendit të Kosovës është Albulena Haxhiu. Ju lutem në salë pra qenë 118 deputet dhe mund të vazhdojmë me votim. Lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për kandidatën e propozuar për kryetare të Kuvendit deputeten Albulena Haxhiu. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon?
sërish kemi rezultatin për 57 prill, së 10 shihemi përsëri ditën e mirë. Dhe detyrohemi të